Përshëndetje, shikues të nderuar, jeni me edicionin kulturor të magazinës Art Kultur në RTK. Në ambientet e Bibliotekës Kombëtare të Kosovës u hap ekspozita dokumentare Koha e Shndërrimit, Kosova 1968-1981, dokumente dhe dëshmi e organizuar nga Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës me rastin e festës së flamurit. Ekspozita sjell një përzgjedhje të pasur dokumentesh arkivore që ndriçojnë periudhën thelbësore të historisë së Kosovës, ku ndryshimet shoqërore dhe kërkesat për të drejtat u artikuluan me vendosmëri dhe qartësi. Hapjen e ekspozitës e bëri ushtrues detyri drejtori ekzekutiv i Ashakut Bekem Aliu, i cili nënvizoi rëndësinë historike të këtyre viteve dhe theksoi se dokumentet e ekspozitës na ndihmojnë ta shohim veten më qartë, duke ofruar një pasqyrë të sinqertë të transformimeve të kohës. Ekspozita u nderua me pjesëmarrjen e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, i cili përgëzoi punën e Ashakut dhe e cilësoi periudhën 1968-1981. Gjatë ngjarjes, drejtoresha e Bibliotekës Kombëtare Blerina Rogova Gaxha theksoi rëndësinë e ruajtjes së dokumenteve dhe kujtesës historike. Ekspozita përfshin dokumente të rralla, materiale arkivore dhe fotografi që ilustrojnë transformimet shoqërore, politike dhe kulturore të viteve 1968-1981, një periudhë kur qytetarët e Kosovës artikuluan aspiratat e tyre për barazi, dinjitet dhe identitet kombëtar. Kjo ekspozitë ofron një udhëtim në të shkuarën e vendit, duke reflektuar mbi sfidat, idealet dhe guximin qytetar që formsuan historinë e Kosovës. Këngëtarja Adelina Ismaili në nder të 40 vjetorit të karrierës së saj muzikore ka organizuar koncertin Solixtek X Live Show, duke qenë një nga emrat që ka rrugtuar gjatë me këngën dhe ka revolucionuar muzikën e thyer tabut. Ismaili ka bërë bashkë 10 këngë të repertorit të saj për të sjellë para publikut në Prishtinë. Përndryshe, ajo pranoi edhe mirënjohjen presidenciale nga presidentja Vjosa Osmani në shenjë vlerësimi për kontributin e jashtëzakonshëm të saj në muzikën shqiptare ndër vite. Sajzeza, Kanaxhexhi, Do të bëhemi milioner kanë qenë veç disa nga këngët e saja me të cilat drithroi skenën. RTK është sponsori medial i ngjarjes dhe do të sjellë koncertin si të plot për shikuesit e transmetuesit publik. Revista shkencore Kosova Antropologjika e botuar nga Departamenti i Antropologjisë në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Prishtinës është pranuar në nismën globale Open Journal Collective, një rrjet ndërkombëtar jo fitimtrues, që mbështet revista akademike me qasje të hapur dhe standarde të larta etike e transparente. Kryeredaktori i revistës, profesor Arsim Canolli, e vlerësoi pranimin në këtë nismë si një mundësi të rëndësishme për rritjen e bashkëpunimit ndërkombëtar dhe përfitime konkrete për zhvillimin e revistës. Jemi mirënjohës që i bashkohemi këtij rrjeti të ri të revistave akademike me qasje të hapur të tipit Diamond Open Access, siç është edhe revista jon Kosova Antropologjika, dhe do të përfitojë nga mbështetja që ofrohet nga kjo nismë, tha Canulli, si antare e rrjetit OJC. Revista mund të përfitojë mbështetje financiare për aktivitetet botuese duke respektuar standardet e larta profesionale dhe etike të përcaktuara nga kjo nismë globale. Këto antarësime përfaqësojnë një hap të rëndësishëm drejt ndërkombëtarizimit, rretëzimit dhe fuqizimit të kërkimit antropologjik të Kosovës, duke rritur dukshmërinë dhe besueshmërinë e Universitetit të Prishtinës në arenën akademike globale. Instituti Albanologjik do të bashkëorganizojë më 29-30 nëntor 2025 The Fifth International Rust Music Congress, që mbledh studiues të muzikës nga disa vende të botës. Kongresi u udhëhequr nga Young Wise Publishing përfshin kumtesa kryesore, prezantime shkencore dhe promovime revistash të specializuara. Ngjarja synon të krijojë një platformë ndërkombëtare për kërkimin muzikor dhe bashkëpunimin akademik. Një katalog i ri për figurat antropomorfe dhe zomorfe të neolitit të Mitrovicës u promovua të mërkurën në Muzeun e Mitrovicës, ku u prezantua studimi e arkeologut Luan Gashi me mbi 101 objekte neolitike të zbuluara në rajonin e Mitrovicës. Botimi u realizua me bashkëpunim me Qendrën Rajonale për Trashëgimi Kulturore, Muzeun e Mitrovicës dhe Institutin Arkeologjik të Kosovës me mbështetje nga Ministria e Kulturës. Katalogu përmbledh analizë krahasuese dhe kontekstuale të objekteve
të koleksionit arkeologjik të muzeut, duke trajtuar tipologjinë, simbolike dhe rëndësinë kulturore të figurave neolitike. Në panel morën pjesë Luan Gashi, Shafi Gashi, Rezarta Logja, Vitaku, Zana Rama dhe Nora Prekazi, të cilët diskutuan mbi vlerën shkencore të publikimit dhe rolin e tij në studimet e trashëgimisë së hershme në Kosovë. Fakulteti i Arteve i Universitetit të Prishtinës do të hapë më 28 nëntor ekspozitën e profesorëve, një aktivitet tashmë tradicional që si vjet zhvillohet në kuadër të festimeve të ditës së flamurit. Kjo ekspozitë mbledh në një hapësirë të vetë me punimet e profesorëve të disiplinave të ndryshme artistike, nga piktura dhe skulptura deri te grafika, dizajni dhe artet konceptuale. Vepra të ndryshme që ndërthurin traditën me qasjet bashkëkohore do të jenë pjesë e ekspozimit, duke reflektuar zhvillimin e artit shqiptar dhe rolin krijues pedagogjik të profesorëve të Fakultetit të Arteve. Ngjarja do të mbahet nga ora 19 në galerinë e Fakultetit të Arteve dhe të gjitha mediat, studentët dhe ardashësit janë të ftuar të marrin pjesë në këtë mbrëmje kulturore. Në datat 27-28 nëntor, OJQ Dashni në Veri organizon pastrimin e ambientit, ekspozitë artistike dhe North United As dhe programin festiv me fishek zjarre. Pra Mitrovica e Veri do të jetë këtë vit mikpritse një varg aktivitetesh kulturore dhe komunitare në kuadër të festës së flamurit në emërtimin nëntori i Shqipeve. Nisma të festojmë në ambient të pasur, pra parashet pastrimin e hapësirave të qendrës kulturore Kadri Kadriu. E me 28 nëntor do të hapet ekspozita artistike e cekur më lartë dhe North United As Art Terapi, e cila synon të promovoj bashkimin krijimtarin dhe dialogun mes të rinjeve përmes artit. Në galerinë Qahili, pra në Prishtinë, është do hapur ekspozita Ndjeshmëria ndaj riformimit e artistës Merita Selimi Spahia, një prezantim që sjell për publikun reflektime mbi ndryshimin, rikrijimin dhe proceset e brendshme artistike. Ekspozita, e cila u prit me interes të gjatë natës së hapjes, ofron vepra që trajtojnë ndjeshmërinë njerëzore dhe transformimin përmes gjuhës vizuale. Ekspozita do të qëndrojë e hapur deri më 12 dhjetor, duke i dhënë mundësinë vizitorëve të eksplorojnë punimet e autorës në një hapësirë të dedikuar dialogut mes artit dhe publikut. Kjo ngjarje kulturore mbështetet nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Është hapur kolonia e piktorëve Shkupi në Telajo, një aktivitet artistik që zhvillohet nga 27 nëntori deri më 1 dhjetor në kujdesin e kryetarit të komunës së Qajirit, Izet Mexhiti. Ngjarja mbledh një numër të madh piktorësh të njohur nga mbar trevat shqiptare, të cilat përmes artit të tyre sjellin atmosferën, arkitekturën dhe shpirtin e Shkupit në Telajo. Organizuar nga Instituti për Zhvillim dhe Promovim, kolonia prezanton një gamë të gjerë stilesh dhe qasjesh artistike, duke shndërruar Shkupin në një hapësirë të gjallë krijimtarie. Piktura që shoqëron kolonin, Ngrohtësia e qarshisë së vjetër e autorit Rifat Çeliku, është një prej veprave që vendos tonin vizual të këtij edicioni. Ky aktivitet synon të forcojë bashkëpunimin mes artistëve, të promovojë trashëgimin kulturor të qytetit dhe të ofrojë një platformë të re ekspozimi për artin bashkëkohor. Edicioni i 18 i Prishtina Jazz Cats pritet të mbahet më 2 dhjetor 2025 në hapësirën Defy Them, ku bateristi austriak Wolfgang Reiner do të hapë mbrëmjen si musafir special në kuadër të një bashkëpunimi të ri me ambasadën e Austrisë në Prishtinë. Një ditë para eventit, Reiner do të udhëheqë edhe një punëtori të baterisë për muzikantët lokal. Pas performancës hyrëse, nata do të vazhdoj me Prishtina Jazz Cats Jam Session, ku muzikantët jazzit do të kenë mundësinë të i bashkohen improvizimit të hapur. Formacioni i hapjes përfshin Wolfgang Reiner, bateri, Ivan Ivanov, saksofon, Armen Xhaferi, kitar, Ilir Bajri, piano dhe Visar Kuqi, bas. Organizatorët kanë falenderuar drejtorin e Prishtina Jazz Festival Armen Xhaferi Gjafa për lidhjen e bashkëpunimit që solli artistin austriak në Prishtinë. Ngjarja synon të promovojë improvizimin, bashkëpunimin dhe energjinë e skenës së jazzit në kryeqytet.
Hapësira e brendshme e qendrës kulturore Hasan Prishtina në Vushtriu sinjalizua me tabela të reja orientuese pasi më herët ishte vendosur edhe pllaka kryesore e objektit, njoftuan kështu autoritetet komunale. Sinjalizimi i ri identifikon sektorët që funksionojnë brenda qendrës, përfshirë bibliotekën e qytetit në Infrashëri, arkivin e qytetit, teatrin Adem Mikullotsi, ansamblin Hasan Prishtina, galerinë e arteve, ateljen, shoqatën e veteranëve të arsimit dhe sallën e vallëzimit. Autoritetet thanë se përmirësimet po bëhen gradualisht, duke shtuar se puna në funksionalizimin e objektit do të vazhdojë. Kalojmë për pak qaste në Maqedoninë e Veriut. Opera dhe baleti i Maqedonisë së Veriut do të organizojë më 28 nëntor një gala koncert të posaçëm ku do të paraqiten sopranoja me famë botërore Imba Mula, artisti i njohur vendase Dëshira Ahmeti Kërliu dhe tenori Ismet Vejseli, njoftoi kështu institucioni. Koncerti që do të drejtohet nga maestro Ivan Eminovic pritet të shënojë një prej mbrëmjeve më festive të sezonit, duke u zhvilluar në kuadër të aktiviteteve kulturore për 28 nëntorin. Tenori Vejseli në një deklaratë tha se ndihet i privilegjuar të ndaj skenën me Mulën, të cilën e cilësoi si një prej figurave që e kanë inspiruar gjatë karrierës së tij. Ai falenderoi udhëheqësin e Mobit për përzgjedhjen dhe mbështetjen. Për të mos humbur asgjë nga lajmet e fundit, na ndiqni dhe na pëlqeni edhe në rrjetet sociale, aty ku informacioni vjen shpejt dhe saktë, dhe mos harroni shikues të nderuar, ne jemi gjithmonë live në rtk-live.com. Dhe kështu ne po e përfundojmë këtu magazinën Art Kultur, ne ju falenderojmë që na ndoqët dhe mirupafshim sërish nesër.